Plagosën me armë zjarri një shtetase identifikohen dhe shpallen në kërkim autorët Bab dhe Bir, rreth orës 14 në vendin e quajtur mbi kalimi i Dërmënasit, në rrethana ende të paqarta, është plagosur me armë zjarri shtetaja SM. Nga hetimet parabrake dyshohet se autorët janë shtetasit AC 66 vjeç dhe AC 23 vjeç banues në Dërmënas, të cilët janë shpallur në kërkim. Janë ngritur menjëherë pika kontrolli në hyrje dalit e qytetit të Fierit dhe në akset Fier-Vlorë, Fier-Lushnjë. Gjithashtu shërbimet e policisë vjojnë krehjen e zonës me qëllim lokalizimi dhe kapjen e autorëve. Grupi hetimor shkoi në vend ngjarje dhe në drejtimin e prokurorit punoi për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, si dhe për fiksimin e çdo prove që do t'i shërbejë hetimit me qëllim kapjen e autorëve. 23 vjeçari i shpallur në kërkim, së bashku me baban e tij, pas atentatit të dështuar në vendin e quajtur mbi kalimin e Dërmënasit në aksin Fier-Seman, mësohet se disa muaj më parë ka patur një konflikt me sende të forta me djalin e të dëmtuarës. Burime nga policia e Fierit bëjnë me dije se sherrri për motive banale ka ndodhur brenda ambienteve të një lokali në Dërmënas. Fillimisht ka nisur me sharrje dhe fyerje për të përfunduar në përdorimin e sendeve të forta. Në dëshminë e tyre në polici, disa muaj më parë të rinjt nuk kanë treguar shkakun e konfliktit, i cili vijon të mbetet i paqartë edhe pas ngjarjes.